Partia Demokratike është ndalur të hënën në qytetin e Shkodrës duke prezantuar kandidatët e saj për këtë qark, ndërsa ka kërkuar votën e shkodranëve për një mandat të 8 në kryeqendrën e Veriut e duke përmendur arritjet e 8 viteve të qeverisjes së Diap. Kryeministri Berisha akuzoi rivalin politik Rama se e sheh Shqipërinë me syze të errta, por pas 23 qershorit, sipasi gjithçka do të ndryshojë, e Rama do të përmbyset. Shqipërinë ti e shef me syze të zeza të etërve tuaj, që kërkon të rilindish, me Vatreloj përmbysem, Vatreloj do t'japim ty me 23 qershor. Ju e një të thirrur sot nga ora e historisë. Mandati 8 duhet t'jetë vepra juaj. Zoti Rama, Shkodra të kërkon llogari ty. Shqipëria do përgjigje. Do përgjigje të fortë. Berisha premtoi se në 4 vitet e ardhshme, Shqipëria do të marrë statusin e vendit kandidat.